Ndërojmë temën e informacionit, marrja e antibiotikëve për çdo shqetësim shëndetësor, por pa lejen e mjekut është shndruar në shqetësim serioz. Nga njësia epidemiologjike në Gostivar përsërisin apelin që qytetarët të mos kërkojnë barëra nga farmaceuti, por nga mjeku sepse mund të vinë në shprehje situata kur organizmi bëhet imun ndaj antibiotikëve. Dhe në rast kur vërtet do të kemi nevojë të mos keni asnjë lloj ndikimi. Maqedonia është një prej vendeve nga Europa dhe regioni ku më shumti përdoren antibiotikët. Përdorimi i antibiotikëve në pjesën e parë të vitit është rritur për 10%, qëndron në të dhënat e fundit për siguri shëndetësore. Me që aktualisht jemi në prag të viruseve të stinës, Dr. Vojislav Ognjanovski nga njësia epidemiologjike në Gostivar apelon tek qytetarët që të mos përdorin antibiotik në krye të vet, pasi që rezistenca e bakterieve është gjithnjë e më e madhe. Preporuka i na Ministarstvu za zdravstvo е да се почитува протокол за лекувањето на заболените од грип, што значи заболените да не се лекуваат самостојно, да не зема на своја рака антибиотици, туку да се јава на лекар кој што ќе одреди соодветната терапија. Porosi edhe nga Ministria e Shëndetësisë është që të respektohet protokolli i shërimit të sëmurëve nga gripi, që do të thotë të sëmurët të mos shërojnë kokë më vete, të mos marrin antibiotik në dorë të tyre, por të paraqiten tek mjeku i cili do t'ua ndajë atyre terapinë e duhur. Kjo për arsye se mund të vinë në shprehje situata e ashtu quajtur rezistencë, që do të thotë rezistimi i bakterieve ndaj antibiotikëve. Nëse lejojmë që kjo rezistencë e bakterieve të arrijë në një nivel të madh, do të vim në një situatë që të mos kemi mundësi për të shëruar as për infeksionet e thjeshta dhe viruset, thot Dr. Ognjanovski, duke potencuar se situata në fjalë akoma më problematike bëhet për grupet e rrezikuara si që janë fëmijët, gratë shtatzënat e sëmurët kronike e tjerë. Dr. Ognjanovski thot se nëse përdorimi i antibiotikëve bëhet pa arsye, vim në një situatë kur kemi bërë abuzim me medikamente, ndërsa dëmi që i shkaktojmë organizmit është se mund ta bëjmë imun ndaj antibiotikëve dhe në momentet që vërtet do të kemi nevojë për to, të mos kemi asnjë lloj ndikimi. Ai edhe një herë përsërit apelin që në rast të ftohjesh apo gripi, pacientët të mos kërkojnë barëra nga farmaceuti, por nga mjeku, sepse blerja e antibiotikëve pa recetë është ndaluar edhe me ligj. Donse kjo ndalesë ekziston, një numër i caktuar i banatoreve ende nuk e përfillin si duhet dhe ju mundsojnë qytetarëve që të blejnë antibiotik kokë më vete, duke rritur mundësinë që ata vazhdimisht t'i ekspozojnë para rrezikut.